Atëherë përfitoi Duri që ishte në burg dhe pas ka nxjerrë Jezui duke çuar Edi Durin, shokun e Durit. Pra nuk ishte lehtë që të ndrohej Duri. Ka ndihmuar Jezui. Nuk ndroi vetëm njërin, pas ka ndruar të tre. Ka vënë 3 të tjerë, por i ka sajuar si Duri, Aple dhe Leta. Jezui shkatroi Alketën. E ktheu të vogël mbasi vdiq. E vrau, por e mori vesh që fuqia e solli prap. Dhe la skicot të merreshin me Alketën. Pra fajtori është Jezui. Nuk e bëre se ishte xheloz, e bëre se doje pasuritë e Alketës. Kuptove që kishte bërë goxha pasuri. Të thanë fuqit. Të treguan çelsat, u treguan naiv. Të treguan çelsat që i lanë në bashkinë e fuqive, që është në Amerikën Latine, nuk është në qiell. Është pikërisht një zyrë në Amerikën Latine e fuqive, njerëzve fuqi. Dhe i thanë Jezui që Alketa ka ndërtuar shumë ndërtesa në çdo shtet. 15, 20. Jezui është tërbuar se u bë i pasur nga Alketa Muka. Është tërbuar dhe është frymëzuar që të vrasë Alketa Mukën, që ka bërë gjithë ato ndërtesa në çdo shtet. Dhe në Shijak. Dhe e merr në Shijak dhe e vret. Të gjithë vëngelën të mijat. Çelsat i kelon tek bashkia. I vendosur që do merrte çelsat dhe do i hapte të gjitha. Se ishte burri i Alketa Mukës. Ndërkohë që ishte ndar. Gabuan fuqit. Gaboi Jezui. Nuk duhet i kishin treguar Jezui. Pasi Jezui ishte ngatruar me skicot. Si edhe si skicot. Nuk vlerësonte me gruan. Nuk i donte fëmijët. Donte t'i vriste. Shpresoj mos më shqyesh. Dua të shkoj nesër në Shijak. Nuk janë pronat e tua. Ke marrë boll nga Alketa. Shpresoj mos jetë një shaka. Si do tallni prapë Alketën. Por edhe po tallet Alketa. Shpresoj të jetë varri i saj. Jam e lodhur nga sidhet skicofrene. Pandjeshme ndaj trupit të Alketës dhe Alketës. E di që të më sërgjumë dhe të më çështë për idiotësirat e smundjes së Letës. Në spitalet çmendurie, siç e keni zakon, sepse jeni të gjithë të smur mendor. Jezu. Mos harro një gjë, Jezu. Ti mund të jesh fuqi. Mund të komandosh. Por nuk di asnjë vlerë. Të asaj që ke pranë. Hedh poshtë. Dhe dashuron gjithmonë atë që të vret. Atë që të bështyn. Atë që të tallë. Atë që abuzon me ty. Shtëpiat kanë jetuar prej meje, si janë në emrin tim. Të ishin në emrin tënd e kisha dhënë gjithë dashnoreve. Besoj se t'janë futur shumë dashnore në shtëpiat e Alketa Mukës dhe i quajnë të tyret, bëjnë dokumenta falso se janë të tyret. Ky është Jezui, një budall. Budall si Alban Veloti, mund t'i japë gjithkujt, por jo gruas. Mund të dojë gjithkënd, por jo gruan. Mund t'i shesi mend të gjithëve që është i mirë, se hiqet i mirë, por vret gruan, vret fëmijët e tij. Është ndërtuar nga Leta, ndoshta. Atëherë edhe Edi është, po flas sepse është pjesë e jetës time që po vuaj shumë në Shqipëri. Edi është shok i liceut në një kohë me Alban Velotin. Leta i ka shqyer Edin, ka shqyer Albanin, ka shqyer Titin. Titin e shkalloi nga mend, se ishte shumë i varfër dhe ishte trup gjatë i bukur. O e vriste Titin aska, një djalë inteligjent. Gjoja u çmend, jo nuk u çmend, thjesht i preu organin. A bëj më njëri, Titi? E shqyr shumë. Kështu bënte edhe me Edin, kështu bënte edhe me Albanin. Albanet i ka prerë një nga topet. Pikërisht Leta. Nuk e di që e ka bërë Edit, jam bindur që e ka shkatruar dhe Edin. Ja vriste gruan, Matilda me Koçi vrite nga Leta.
E ti kujton të se ishte tradhtare. Jo. Matilda Makoçi është qyre nga Leta, nga videot falso të Letës. U shkatrua. Shpëtoi se iku në Greqi, por nuk besoj se e ka lënë, dhe atje e ka shkatruar. Leta është njeriu më i poshtër i njerëzimit, sidomos i shtresës së lartë, politikës, bizneseve. Ju e doni dhe e pranoni, i shkonin pasisës. Leta, Ablele, Duri, kanë vrarë mjekësin, dhe ta i përkëdhelin. I shkonin pasisës. A e kuptuan të njëherë fjalët e mia që kanë vrarë gjithë mjekët e Amerikës Latine? Jo, asnjëherë se zuri veshin. Atëherë po them që ka vrarë gjithë mjekët e Amerikës Latine. Duri, Able, Leta. Janë skico. Ju i puthe, si të mos i zuj. Bret familjen Leta, i zuj e puthe për qafon. Allahu e për qafon. Unë s'ridut pa ty, thot Durit, ndërkohë që ja vrau gjithë familjen. E tjerë. Shpresoj që më në fund të shkoj në shtëpinë time. Që ti nuk e njeh dorë, prandaj ka shpëtuar.